nuk e di, unë e kom, po janë dy momente politike që që të opozitës i kanë deklaruar që ka qenë dy fishimi i pensioneve dhe rritja e pagave brenda 3 muajit. Po njërin e ka bo kryetari i LDK-s, tjetrën e ka bo kandidati të LDK-s për kryeministër, zoti Kurti, ka thonë premtuan se do t'i dyfishojnë pensionet brenda 3 muajve parë, çfarë hajvani, çfarë hajvanati. Premtuan se do t'i rrisin paga 3 muajt e parë, çfarë hajvani, çfarë hajvanati. Po kjo është në ligjëratën e drejtë, ka thonë zoti Kurti. Dhe mendoj se kjo nuk është vetëm kjo, se në fundit ka qenë në një moment entuziast, edhe le kalohet, le të harrojmë. Duhet jemi të përgjithshëm, duhet jemi llogarithanë dhe përgjithshëm ndaj qytetarëve të Kosovës. Për mendimin tim nuk është ky problemi. Problemi është se nuk e sheh, askush nuk po e sheh të mundshëm bashkëpunimin me zotin Kurti. Ajo që zoti Kurti ka prezantuar në 5 vitet e fundit është problematike. Mënyra se si ka shkarkuar ministrin e LDK-s, mënyra se si është sjell 4 vite në pushtet, janë problematike. Por unë prapë mendoj se ka mundësi, duhet të i kalohen këto. Kush do të jetë kryeminist nesër ka me ul me Vučićin, dhe nuk pranon me ul me Albin Kurtin ose me Lumir Biçikun ose me Emri Krasniqin ose Mosharadin në të tjetër. Është e papranueshme, është e paharsyeshme. Duhet të ulen, të bisedojnë dhe të merren vesh, qoftë edhe për shkak të zgjedhjeve. Sepse duhet në fundit duhet ulen të merren vesh edhe për këtë punë. Nuk ka duhet të shkojë. Patjetër, gjitha partitë duhet ta mendojnë objektivisht dhe të jenë më konstruktiv. Por prapë topi është në dorën e zotit Kurti, sepse ai ka 48 deputet. Ai ka shumicën, ai ka përgjegjësinë në konstituimin e institucioneve, ai ka përgjegjësinë në formimin e qeverisë. Dhe lëvizjet e tij nuk janë lëvizje drejt i qëllimit përbashkët të institucioneve të popullit të Kosovës.